Një ngjarje e dhimbshme ka prekur thellësisht Erion Veliajn, kryetarin aktual të Bashkisë së Tiranës, i cili prej disa muajsh ndodhet në gjendje paraburgimi. Lajmi që ka tronditur emocionalisht Veliajn ka të bëjë me ndarjen nga jeta të një prej personave më të rëndësishëm në jetën e tij personale, mikun e fëmijërisë. Një humbje që ka sjell pikëllim të madh jo vetëm për të, por edhe për rrethin shoqëror që i njihte këtë marrëdhënie të gjatë e të sinqertë. Sipas burimeve pranë familjes dhe miqve të afërt, miku i Veliajt vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërueshme. Pavarësisht përpjekjeve të shumta për kurim dhe kujdesit të vazhdueshëm mjekësor, ai nuk mundi t'i bëj ballë kësaj betejë të gjatë. Pas disa muajsh vuajtjesh të shtura dhe përbaljesh të vështira, ai ndëroi jetë, duke lënë pas një boshllëk të madh tek ata që e donin dhe e njihnin nga afër. Erion Veliaj, i cili është i privuar nga liria për shkak të një hetimi të hapur ndaj tij, ka kërkuar zyrtarisht leje për të marrë pjesë në ceremoninë martore të mikut të tij të fëmijërisë. Burimet të afërta tregojnë se kjo kërkesë është bërë me ndjeshmëri të madhe dhe se shpresa për një miratim ekziston ende. Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk është dhënë ende një përgjigje zyrtare nga autoritetet përkatëse. Lidhja mes Veliajt dhe mikut të tij të ndjer nuk ishte thjesht një njohje e hershme, por një miqësi që kishte mbijetuar dekada të tëra, duke kaluar përmes shumë momenteve të jetës të mira e të vështira. Ai ishte një mbështetje e vazhdueshme për Veliajn që nga vitet e hershme e deri në periudhat më të rëndësishme të jetës së tij publike. Kjo humbje për të është më shumë se thjesht një lajm i trisht. Është ndarja nga një pjesë e rëndësishme e të shkuarës dhe identitetit të tij personal. Në këto momente dhimbjeje, redaksia dhe stafi ynë i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit, miqve të tij dhe vet Erion Veliajt. Humbja e një miku të vërtet është gjithmonë e rëndë dhe ne shpresojmë që drejtësia dhe zemgjersia njerëzore të bëjnë të mundur që ai të mund të marrë pjesë në nderimin e fundit të një figure kaq të rëndësishme në jetën e tij. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.